Ky emision përmban vendosje të produkteve. Ditë shikues të televizionit nisteni. Unë jam Njumë Zaliu edhe po vazhdoj të jem kuzhinierja e çka ka me hangër për këtë javë. Receta e radhës është një recetë shumë e thjeshtë, e cila është edhe mbreslënse për shkak të pamjes që ka edhe të përbërësve që i ka. Në fakt, nëse kërkoni receta të tilla të shpejta, të bukura edhe të shijshme, mundi me shku në faqen e BBC-s tek pjesa e recetave të tyre, ku e kanë edhe seksionin Easy but Impressive. Është një seksion fantastik, ku do t'ju ndihmoj që të përgatisni receta të tilla shumë shkurta edhe shumë shpejt edhe shumë të shijshme. Çka në nevojitet sot është spanaqi, salmoni, kemi parmezan, limon patjetër, vaj ulliri, gjallë edhe krep. Këto janë përbërësit që na nevojitën për sot. Problemi me spanaqin është që zakonisht në tregun tonë është shumë i papastër edhe ju merr shumë kohë me përgatitë dhe di që shumë persona ishmangën recetave me spanaq për shkak të procedurës të larjes të tij. Po fatmirësisht tash ka filluar me pas edhe paketimet, të cilat janë qese të vogla që janë shumë të pastra edhe që nevojitet vetëm një shpërlarje e shpejtë dhe ja u ndihmon me bu kret recetën po kështu të shkurtë se kur të përmendet spanaqi gjithmonë thuhet që receta zgjat shumë. E çka bëjmë është që në një tigan ma të thellë e vendosim vajin e ullirit edhe lojmë derisa të nxehet. Në këtë tigan kemi me vendos spanaqi. Zakonisht kur të përgani perime është mirë që me i përdor të dyjat, edhe vajin e ullirit edhe gjalpën. Ja u jap atë zbutjen që e kërkojnë të gjitha perimet. Spanaqi shkrihet shumë lehtë edhe ashtu. Nëse është gati edhe pak kemi me vendos spanaqin. Në një tigan tjetër kemi me përgatit salmonin. Çka kemi sot është një salmon shumë i hull, kemi bler fileta salmoni. Për shkak që fatkeqësisht nuk kemi gjetë salmon të freskët tamam që na ka nevojit për sot, kështu që po e përgatisim me këto fileta të holla, është më mirë natyrisht që të jetë salmoni më i trashë. Natyrisht salmoni është një prej peshqve që janë më të shtrejtë në treg dhe mundet mos me mbri buxhetin e secilës familje me pas në tryezën e tyre për secilën javë, po të paktën një herë në 2 javë është e rekomanduar me konsumu, sidomos për matë veçje. Studimet gjithandej po tregojnë që konsumimi i peshkut dhe omegave ndikon jashtëzakonisht shumë nëse konsumohet prej fëminisë edhe në inteligjencën e secilit person. Okej, spanaqin e vendosim. Edhe kam jashtu edhe gjalpën që me ja jap këtë zbutjen krejt spanaqit. Kemi me përgatit shumë thjesht, vetëm me krep, do t'jetë si pjesa përfundi e recetës spanaqit që po e bojmë gati sot. E shtojmë kripën. E përzijem pak edhe e mbyllim e lojmë derisa të shkrihet. Disa minuta e kanë ju nevojit për me kompletu krejt recetën. Kam e nevojit një tigan për salmon, edhe një pakës ma e thellë për një lloj kremi që kemi me përgatit për me shtu sipër. Salmoni është shumë i hull, ka me u përgatit shumë lehtë, kështu që përpara përgatitet ky lloj kremi. Disa persona mundën me zgjedh me përdor krema të gatshëm që i gjeni nëpër markete. Po natyrisht mas mirë, të zavendësimi më i mirë është parmezani i shkrir pak për këtë recetë. Këtu që ana nevojitet është vetëm gjalpa për parmezan. E shkrim gjalpën edhe do ta vendosim parmezanin, do ta shkrim dhe duhet keni shumë kujdes sepse mundet me u ngjit shumë lehtë. Ma herët e kemi shtrydhë edhe langun e limonit që kemi me servu për sipër. Spanaqi gati se është gati, pra as 2 minuta nuk i nevojitet po për me ardhë në gjendjen të cilën neve po na nevojitet për këtë recetë. Këtu pe shkrim gjalpën.
veç se është gati, edhe e ndalim zjarrin, e lojmë me pushuna atë enë. Në anën tjetër, po shkrihet edhe gjalpa. Kemi parmezan të grirë, mundeni me bli edhe me gri vetë natyrisht, ose gjeni prekët të grirë. E shtojmë këto të gjalpa, edhe përzim nga valet, deri sa të shkrihet pak edhe të formohet një lloj mase si krem. Veç edhe pak parmezan. Edhe parmezani është gati, edhe këta skejojmë. Edhe është koha për salmonin, një tigan është tepër të këto për pak. Edhe salmoni 2 minuta nuk e kërkon ma shumë për këtë recetë me u përgadit. Edhe këtu pak vaj të ullirit. Deri sa të nxehet vaji, po e servojmë në pjatë se ta marrë këto ma mirë. Spanaqen që vetë se është gati. Spanaqen. Edhe vaji ullirit gati. Filetat e salmonit i kemi marinu ma heret me vaj ulliri. Kanë qëndrua ashtu për një kohë. Edhe i fërgojmë shumë shpejt, me njëherë sa i vendut, do t'i largojmë me njëherë. Kthejmë dyja anët edhe i largojmë me njëherë. Pak krep sipër. Dhe me njëherë fillon me u pjek. Mos harroni kjo recetë, e kërkon një salmon ma trosh. Këtë e kemi bu për shkak se në moment fundit për para emisionit nuk kemi gjetë salmon ma trosh, edhe nuk kemi dashur me ndru recetën. Kështu që kjo ka qenë çka kemi gjetë filetot tepër të hulla. Që edhe po coptohen deri sa po i kthej. Edhe cellë skuq, pjesët e salmonit i vendosim sipër spanaqit. Parmezani na nevojtet me shkri veç edhe pak, sepse është ngrit deri sa ka prit. Ndezim shpejt edhe shkrim me njëherë, lehtë do t'jetë prap i shkrir. Nëse nuk ju pëlqen i skuqur parmezani, mundeni lirisht me vendos në formën e saj normale. Por në këtë formë do ta ketë pak shijen ndryshe. Që me njëherë. Gati. Vendosim kështu për mi. Edhe pa tjetër, limonin sipër. Kjo është fileto salmoni me spinaq dhe parmezan të skuqur, edhe kjo ju bëf mirë nëse vendosni ta provoni, është një pjatë e vogël, por që e ka pamjen shumë bukur. Mirëmbëjtje.